Liturgjia e orëve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju flet Radio Maria e Kosovës, një zej krishterë në shtëpinë tënde. Ju ftojmë në këto qaste që së bashku ta lusim mbrëmsorën, liturgjinë e orëve, lutjen zyrtare të Kishës Katolike. Sot është e njëjtë java e 7 e kohës së Pashkëve. Psalmet i marrëm nga java e 3 e psalterit. O hyj, më eja në ndihmë, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eja o shpirt krijues, shih mendjet e të tuve, mbushi me hir të epër zemrat që ti krijove. Ti thirrësh ngushëllimtar, dhuratë hyj te të lartë, gurë gjallë zjarr dashuri dhe mirosje shpirtërore. Ti me dhuratë të shtatëfisht, ti gishti së djathtë së hyjit, premtim i mirëfill të jatit, me fjalë pasurues gojësh. Ti ndizja dritës shqisave, reshu dashurin zemrave, dobësit e trupit ton, gjithnjë në virtyt forcoj. Sa më larg dëbo armikun, sa më shumë dhuroje paqen, nën prijen tënde edhe ne të shmangim çdo dëmtim. Ne për ty ta njohim Atin, e t'ja njohim edhe Birin, në të ty ju dhe në shpirtin të besojmë në të gjitha kohët. Amen. Antifona e parë. Krishtit, birit të Davidit, Zoti i dha mbretërinë, aleluja. Psalmi 132, pjesa e parë, premtimet që Zoti i bëri Davidit. Zoti hyj do t'ja jap fronin e Davidit atit të tij, thot Luka Ungjilltar 1:32. Të të bjerë në mend, o Zot Davidi, e gjithë mirësia e tij, si u përbetua Zotit, si u kushtua të pushtetshmit të Jakobit. Nuk do të hyjë në pullazin e banesës sime, nuk do të bie në shtrojen e shtratit tim, nuk do t'ua jap gjumë synëve të mi, s'do t'i lë të koten qepallet e mia, pa e pas gjetur një vend për Zotin, një banesë për të pushtetshmin e Jakobit. Ja, të gjuam se është në Efrat, e kemi gjetur në fushat e Jaarit, le të hyjmë në tendën e tij, të adhurojmë te shtroja e këmbëve të tij. Ngrihu o Zot eja në vendin e pushimit tënd. Ti dhe arka e pushtetit tënd, priftrinjtë e tu le të vishën me drejtësi, shenjtërit e tu le të brohorisin me galdim. Për dashuritë e shërbëtorit tënd Davidit, mos e përbuz fytyrën e Mesisë tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Krishtit, birit të Davidit, Zoti i dha mbretërinë. Aleluja. Antifona e dytë. Krishti sunduesit të vetëm, mbretit të mbretërve i qof lavdi. Aleluja. Psalmi 132, pjesa e 2, zgjedhja e Davidit dhe e Sionit. Tashti këto premtime janë bërë Abrahamit e pasardhësit të tij, që do të thotë Krishtit. Lexojmë te letra Galatasëve 3:16. Zoti ju përbetua Davidit për të vërtetën, asesi do ta shkel fjalën e dhënë, bamin e krahërorit tënd, do ta vëm mbi fronin tënd. Nëse bijtë tu do ta ruajnë beslidhen time, dhe dëshmitë e mia që do t'ua mësoj, po dhe bijtë e tyre përgjithmonë do të rrinë për mbi fronin tënd. Sepse Zoti e zgjodhi Sionin, e pëlqeu për banesë të veten, ky do t'jetë vendi i pushimit tim për jetë, këtu do të banoj sepse vetë e dëshirove. Do t'i bekoj e do t'i ribekoj prodhimet e tij, skamnoret e tij do t'i ngi me bukë, priftrinjtë e tij do t'i vesh me shëlbim, shenjtrit e tij do të brohorasin me galdim. Atje do të bëj t'i ngallit pinjolli Davidit,
Do ta përgatis dritëzën për të shuguruarin tim. Armiqtë e tij do t'i vesh me turp, kurse mbi kokën e tij do të shkëlqej kurora e tij. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishtit, sunduesit të vetëm, mbretit të mbretërve, i qof lavdi. Aleluja. Antifona e tretë. Kush është i fuqishëm si ti o Zot? Kush është si ti i mrekullueshëm në shenjtëri? Aleluja. Kënga krahasuar me librin e Zbulesës kapitulli 11 dhe 12, gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë, o Zotëri, hyj i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe, sepse e ushtrove fuqinë tënde të madhe dhe e more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit. Koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu, profetët dhe shenjtërit dhe për gjithë ata që e druajnë emrin tënd për të vegjël e të mëdhenj. Ja tani koha e shëlbimit e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton dhe e sundimit Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tanë, që ditë e natë i padiste para hyjit ton, por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet, nuk e deshën jetën e vet aq sa ta dronin vdekjen. Prandaj galdo qiell, galdoni edhe ju o qiellor të gjithë. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kush është i fuqishëm si ti o Zot? Kush është si ti i mrekullueshëm në shenjtëri? Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra e parë e Shën Pauli drejtuar Korintianëve, kapitulli 6, rreshtat 19 dhe 20. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Shpirtit Shenjtë që banon në ju, që e keni prej hyjit, dhe se ju nuk i përkitni me vetvetes, sepse jeni blerë me çmim të lartë. Prandaj jepni lavdi hyjit në trupin tuaj. Përgjigja e shkurtër. Do të zbres mbi ju Shpirti i Shenjtë. Aleluja, aleluja. Do të zbres mbi ju Shpirti i Shenjtë. Aleluja, aleluja. Dhe do të jeni dëshmitar të mi në mbar botën. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, do të zbres mbi ju Shpirti i Shenjtë. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore, Magnificat Antifona. Do të vi Shpirti i Shenjtë, ai do t'ju udhëheq në të vërtetën e plot dhe do t'ju shpall gjërat që do të vinë. Aleluja. Kënga e Virgjës Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjt shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, që se që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, shira e tij brezni më brezni, por ata që e druajnë, e tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duarthat. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Do të vinë Shpirti i Shenjtë, ai do t'ju udhëheq në të vërtetën e plot, dhe do t'ju shpall gjërat që do të vinë.
Aleluja. Lutjet e besimtarve, ta lutim Krishtin shëlbues që të na jap tërsinë e shpirtit shenjtë. Shëjtro o Zot popullin që e shpërbleve. Shpirti yt le ta ndërtoj kishën në bashkësi dhe në paqe. Le ta ruaj nga çdo ndarje dhe urrejtje. Shëjtro Zot popullin që e shpërbleve. Ti që na nxore nga skllavëria e djallit, liroje botën nga të këqijat që i kërcënohen. Shëjtro Zot popullin që e shpërbleve. O Krisht, i shenjtruar nga shpirti për të kryer shëlbimin, derisa i lutesh Atit, bëj që meshtarët ta mbështjellin jetën e vet në lutje për ta bërë të pleshme në shpirt. Shëjtro Zot popullin që e shpërbleve. Shpirti yt i shndrit drejtuesit e botës, që të i kalojnë tundimet e sundimit dhe ta kërkojnë sinqerisht të mirën e njerëzimit. Shëjtro Zot popullin që e shpërbleve. Ti që jeton në lavdinë e Atit, pranoj të vdekurit në dritën tënde të përjetshme. Shëjtro Zot popullin që e shpërbleve. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, Shpirti i Shenjtë, o Zot, na shndroft me dhuratat e veta, na e krijon një zemër të re që të mund të pëlqej ty, e të na bëj përsosmërisht në përkim me vullnetin tënd. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton dhe mbretëron bashkim me Shpirtin Shenjtë, hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft dhe na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheqt në jetën e pasosur. Amen. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, patët mundësinë që së bashku të lutim liturgjinë e orës mbrëmsores, gjithsesi lutjen e mbrëmsores, këtë të enjtë të javës së 7 të kohës së Pashkëve. Na ndihmoft kjo lutje. Kudo qofshi, ju bekoft, ju ruajt, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Qoft lëvduar Jezu Krishti.